Diskutimi më është bashkuar në studio kreu i LZHK-s, zoti Dashamir Shej. Zoti Shej, përshëndetje. Kënaqësi t'ju kem në program, ndërsa para se t'ju marr një koment në lidhje me, po themi, të ping-pongun e diskutimit pjesëmarrjes në territoriale, po ju pyes për thelbin. Pse është e rëndësishme? Pse është e rëndësishme reforma territoriale? Them është për shumë gjëra, po përmend dy. Njëherë që kjo që u bë në 2015 nuk është se funksionoi. Kjo është realiteti, se në fundit reformat bëhen për të funksionuar, për diçka më të mirë. U pretendoi që do kurseshin 80 milion, janë shtu 140 milion më të për shpenzim. Do ulesh numri dhe të bësh më eficient i administratës, është rrit numri dhe. Por mu pasaj për te i kësaj çka është përdorë dhe nga ana elektorale dhe politikisht. Dhe thënë, nga kjo pikpamja do bërë një ndarje e re territoriale, po do marri gjithë bloku i administrimit lokal. Dhe kjo nuk bëhet thjesht siç mendojnë disa që t'i japim një shans më të madh opozitës, të fitojë, të bëjë, kuptosh. Kjo bëhet për të shërbyer qytetarëve, nuk ka rëndësi se kush do fitojë. Do fitojë në ato që janë më të zotë, shi për herë. Po kështu nuk vazhdon kjo punë. Dhe unë them që do në marrë 3 pika kryesore. Një rishpërndarja për komunat. Për komunat. Komunat bashki, se i vunë me emrin bashkit, po në fakt komunat që në gjithë botën. Si e Tirana, si ajo e fundit më e vogla e Shqipërisë. Po i them bashkit. Pse e them këtë punë? Po marrë qytetet e mëdha, qendrat e mëdha urbane, Tirana, Fieri, Durrësi, Shkodra, Vlora, Korça. Atje, kjo lloj ndarje që shpërndahet mbi të gjithë edhe mbi zonën rurale, nuk është e vlefshme për Shqipërinë e sotme. E para njëra ato njerëz atje nuk përfaqësohen. Edhe po të marrin bashkinë e Tiranës. Ka ndonjë bashki të Tiranës që është nga fshatrat e Tiranës, asnjë, 56 vete, gjithë janë funksionarë të partive, nga 2 palë, asnjë s'ka. Kështu që të kenë një përfaqësim demokratik. E dyta të ketë një eficiencë administrative, sepse ajo struktura atje, e pushtetit lokal, mënyra organizative, ka nevojë për njerëz të vetë, specifikat e veta. Fjala vjen Malësia Tiranës ka nevojë për inxhinierët e pyjeve, për agronomët, për zooteknikët, do bëjmë agroturizmin, do të bëjmë bujqësinë, vaditjen. S'ka punë kjo me Tiranë. Një. E dyta ta qirojmë Tiranën dhe Fierin dhe Durrësin që të merret me atë që është përgjegjësia e një qendre të madhe urbane. Projektet ekonomike, urbanistike, kulturale, se do i shërbejnë kulturës dhe tyre zonave tjera. Atë të gjithë të komponentë zhvillimin, nuk është se kryetari i Bashkisë Tiranës ka kohë, ka nerve, ka dreq, me umara, ka ujë zallë bastar. Besoj që s'është marrë një. Prandaj ata kërkojnë pushtetarë lokal, ne themi që të ndahet bëhet më eficiente. Dhe nga ana, prapë të shivim ke demokracia, se kjo është funksioni bazë. Ne po të shohim po marrë Tiranë dhe jere kam thënë, ka pas 11 njësi administrative, 15 njësi komuna për qark Tiranës, të cilat mirë apo keq nuk funksiononin në një farë mënyrë një pjesë. Po zgjidheshin atje. Që do të thotë kryetari i komunës ishte i detyruar të bënte ca punë, ca shërbime për të marrë votën e qytetarëve, se ky është demokraci, ky lloj shkëmbimi i interesesh. Tash ai s'ka asnjë lloj interesi. Atë e vendos kryetari i Bashkisë Tiranës atje, e bën drejtor, quhet si duhet, kryetari i njësisë administrative, drejtori i administrativë, s'ka rëndësi. Ai njeri nuk ka nevojë më për votën e qytetarëve. Sepse atë e kanë emëru, këtu nga vëshje. Qëfar bën ky, qëfar detyre ka ky në këto 4 vjetë, bashkë me stafin. Ky mbledh vota për kryetarin e Bashkisë Tiranë. Ky është realiteti dhe kjo ka ndodhur. Atëherë them që ta thymë atje ku është e mundur këtë lloj monopoli politik që ka qendra mbi periferit, sepse shpërndan interese. Ai që është atje. Ai nuk matet më me punën, sa ujë po bie, sa rrugë po shtron, sa qerdhe ka hap. Ai matet se sa vota i ka pru partijës kryetarit atje në Tiranë. Dhe në fakt ky është realiteti i Kjo është diçka e trashëguar apo është bërë së fundi model? Kjo, me ligjin e 2015 fitoi. Kot. Mori më tepër. Jo mori më tepër, mori tamam.
Se nuk është se s'mblesin vota për partinë ato, kryetarët ati. Po i mblesin brenda njësisë vetë. Mirë po ai çfarë bën? Ai afekton gjithë bashkinë e madhe. Ti lodhë sa dush me mbledh vota në Tiranë. Ai bën atë nga malësia e Tiranës, bën 10.000 vota, edhe mbaron puna. Po për opozitën është një mundësi e mirë? Jo, është një mundësi e mirë. Kjo është e para. Ta thash, për të demokratizuar situatën, për të pas përfaqësim politik, për të pas eficiencë administrative. Kjo është njëra anë e procesit. Por unë jam një kohësisht, sepse pushteti ka 3 shkallë, qendror, atë pushtetin atë gjithë themi ne të shi qarqe dhe prefektura, edhe komunë, bashkit, mëse të thash komunat u shduhen. Unë jam që prefekturat dhe qarqet, që janë po njëjtë gjë shpërndarjet, në Shqipëri që përshkon drejt 2 milion që nuk ka më kuptim 12 tilla. Këtu jam për ta ullë numërin. Këtu ke bashkit, hajde të arrisim numërin. Kjo është një proces demokratik. Kjo është pjesa e ndarjes, po s'mjafton këtu për ta bërë pushtetin, as demokratik, as eficient. Duhet të japim pavarësinë financiare, të vejmë rregulla të mira për këtë punë, të japim atë autonominë, si të thush, ligjore. Që ka ndodhë gjatë tyre viteve? Shumë pushtete janë përqëndru në Tiranë. Njeri i kohë i sjellë sa të i administronin, tentun 2-3 herë. Dhe që kjo reforma e ujtit që thotë Zoti Ram, s'ka asë një gjë aty për reformë reale, ka vetëm një gjë, që ato ndërmarrë që ishin të shpërndarën gjithë Shqipërinë, tash janë përqendrume, janë SHA, varen nga ministria atje, edhe praktikisht janë qendër. Po thuj se gjithë zyrët, me zyra pensione, me zyra pune, me zyra shërbime, varen nga ministrit në Tiranë. Shkollat e mesme varen nga ministrit në Tiranë. Drejtorit ato që janë, kuptoti, ndaqme prish shtëpia, ndaqme ndërtu shtëpia, varen në